Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka prezantuar Janina Ymerin si kandidate për deputete për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Abdigjiku e përshkroi Ymerin si një aktiviste të guximshme politike e cila ngriti zërin kundër mafias energjetike dhe zbuloi mënyrën se si miliona euro të qytetarëve të Kosovës përfunduan në llogaritë e Vuk Hamović, të birit të ish shefit të armatës jugoslave, Rade Hamović. Sipas Abdigjikut, Ymeri e shpërfaqi më së miri mashtrimin populist që po ndodh sot në Kosovë. Vuk vendosje, siç i dha epitet me të drejtë ajo, shpërfaq më së miri mashtrimin populist që ndodh sot, një rëndor të shtrirë tek mafia energjetike dhe milionat e popullit të Kosovës që shkojnë aty, tjetrën me gisht ndaj patriotëve të vendit për tradhti. Trushpëlarja kështu duket, Janina e vetme kërkoi llogari, artikuloi me fakte dhe nuk u tremb nga pushteti. Ajo përfaqëson aktivisten politike të kohës sonë, atë që nuk e blen propaganda dhe nuk e hesht padrejtësia, ka shkruar ai. Abdigjiku më tutje u shpreh se Janina Ymeri e përfaqëson më së miri aktivisten politike të kohëve ku po jetojmë, atë që nuk e tremb pushteti, atë që nuk e blen propaganda, atë që nuk e hesht padrejtësia. Ajo vjen në politikë nga betejë e së vërtetës, nga përballja me korrupsionin, nga përkushtimi i sinqert për interesin publik, ka shkruar kryetari i LDK-s. Sipas tij, LDK-ja është shtëpia e njerëzve të drejtë, profesional dhe të guximshëm, që nuk e përdorin politikën për interesa personale, po për vendin. Gjatë ditëve të fundit, LDK-ja ka prezantuar aderime si inxhinieri Ermal Sadiku, gazetari Festim Kabashi dhe këngëtarja Adelina Thaçi.